Po flas pak për elemente që kanë karakterizu. Faleminderit. Po flas pak për elemente që kanë karakterizu edhe procesin e përgjedhjes së bordit të RTK-s, që është në proces, po edhe të anëtarëve të KPM-s, të cilat karakteristika janë tipike kur një parti në pushtet synon të kap një institucion të pavarur. Fillimisht me përmend që niveli i kualitetit të kandidatëve të cilët kanë kandidu është jashtëzakonisht i ulët, është shumë vështirë me gjetë profesionistë aty të cilët e meritojnë të jenë anëtar të bordit të RTK-s, dhe kjo ka ndodhur për shkak se profesionistët nuk i besojnë lëvizjes vetëvendosje që do të zhvillojnë një proces fair, transparent dhe sipas meritokracisë. E dyta u përmend që mbrëm në orët e vona të natës janë ftu kandidatët për të ardhur sot në intervistë. Kjo është përqeshje me procese të rëndësishme demokratike që ky kuvend është i thirrur të zhvillojë. Ta ftosh një person që do të shërbej 3-4 vite në RTK në orë rreth orës 10 të natës, për me u paraqit nesër në mëngjes në intervistë, është jo serioze dhe është tallje me procese demokratike. Pastaj kemi standarde të shumëfishta, një kandidat favorizohet sepse qartësisht publikisht dihet që është pro vetëvendosje dhe dikush tjetër përjashtohet për shkak se po ashtu dihet publikisht që anon nga opozita, ndonse një gjë e tillë është e kundërligjshme. Me shumë keqardhje tregoj këtu para juve që disa prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje janë takuar në kafeteri me kandidat për anëtar bordi të RTK-s. Një gjë e tillë është e papranueshme sepse një person që bëhet anëtar i bordit të RTK-s nuk mjafton vetëm të jetë i pavarur, ai duhet të duket i pavarur në publik, dhe takimet me deputet të lëvizjes vetëvendosje në për kafeteri përderisa po zhvillohet procesi tregon për pazaret të cilat janë bërë para se ky proces të zhvillohet. Shqyrtimi i dosjeve dje është bërë vetëm për sa për sy dhe faqe, dhe besoj që kjo ishte qëllimi pse lëvizja vetëvendosje i largoi kamerat nga salla. Dhe po e përfundoj tek këto karakteristikat, shumica parlamentare nuk ka tregu asnjë interesim që të mbaj partit opozitare pjesë të procesit, edhe pse deputetët nga opozita ofruan disa mundësi, qoftë edhe të punonin gjatë vikendit, në mënyrë që të ishin pjesë e procesit. Çka na tregon krejt kjo është që janë bërë të gjitha përpjekjet nga ana e lëvizjes vetëvendosje që të kapë tërësisht e jo pjesërisht siç e ka kapur RTK-n, në mënyrë që ne kur t'i shohim lajmet qendrore në RTK të dëgjojmë sa e mrekullueshme është kjo qeveri, sa i mrekullueshëm është kryeministri Kurti, dhe si çfarëdo që bëjnë partitë opozitare, por besa edhe mediat edhe shoqëria civile, ose ka lidhje me Serbinë, ose ka çështje të tjera problematike. Ne nuk mund ta ndalojmë kopjen e RTK-s dhe të KPM-s e cila do të ndodhë në ditët në vijim. Ne jemi këtu për ta dokumentuar këtë kopje dhe për të ftuar lëvizjen vetëvendosje që të reflektoj edhe një herë dhe ta pezulloj këto procese, për shkak se Kosova ka qenë kampione e lirisë së medias në rajon. Ne e kemi humbur këtë titull dhe synojmë që të i bashkohemi shteteve shumë problematike në rajon dhe të humbim pluralizmin e mediave.